Së fundmi në treg është raportuar për rritje të çmimit të mishit dhe produkteve të tij. Sipas indeksit të çmimeve të prodhimeve dhe çmimeve në bujqësi, të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, brenda një viti është shënuar rritje prej 4,5% e çmimit të kafshëve që mishtorit i blejnë nga fermerët, çka pritet të reflektojë edhe në shtretimin e mishit për konsum. Megjithatë, gjatë vizitave në terren nga ekipi i televizionit Syri, në disa mishtore nuk është vërejtur ndonjë ndryshim i çmimeve. Sipas pronarëve të tyre, për momentin nuk pritet rritje e re, ndërsa çmimi ka mbetur i njëjtë si më herët, rreth 12 euro për kilogram për disa nga produktet kryesore. Qytetarët, duke folur prapa kamerave, thonë se po e kanë gjithnjë më të vështirë të përballojnë shpenzimet e përditshme. Ata theksojnë se çdo rritje, qoftë edhe e vogël, ndikon drejt për drejt në buxhetin familjar.